Përshëndetje, unë jam Elita Ferrati, prej Stogut, 24 vjeçare. Unë jam Barda Isufi, arkitekte e re dhe vi nga Kosova. Unë jam Gadem Halilaj, jetoj në Prishtinë, në Kosovë. Përshëndetje, jam Deja, vi prej Kosovës. Në Kosovë pritet mbrojtja për shfrytëzimin e pajisjeve të energjisë elektrike që shpenzojnë më shumë, për shkak se tarifa është më e lirë. Vëmendje më të madhe menaxhimi i energjisë elektrike për mua ka në periudhën ku ne shpenzojmë më shumë, pra që është gjatë dimrit, ku e shpenzoj për ngroja. Ditën e kaloj jashtë që me i vetu shpenzimin e energjisë në apartament. Në mbrëmje e ngroj vetëm një dhomë, pra nuk ka mundësi me ngroj gjithë apartamentin për arsye se bëhet një shpenzim i madh i energjisë elektrike për mua. Mos ndezja ose mos lënia e mjeteve të ndryshme, qoftë në kuzhinë, në laptopeve apo të tjera që përdoren në përditshmëri në rrymë përderisa nuk jemi duke punuar në to. Fatura është e lartë, ka pak ndjesi stresi edhe shqetësime. Edhe pse për një kohë jemi konsideruar që ndoshta e kemi çmimin e të energjisë, kostet e fundit të energjisë elektrike në Kosovë janë goxha të larta dhe të papërballueshme për qytetarët e Republikës së Kosovës, të marrë parasysh edhe të ardhurat që i kanë si familje ose si anëvisri. Gjëja parë që më ka lënë është ankthi, masnej e menoj se ta kanë marrë këto fatura dhe nëse kam qenë gjendje me i përballu. Pak më shqetëson për shkak që duhet të mendoj shumë për planifikimet financiare që duhet t'i bëj edhe në shpenzime tjera mujore. Në pranverës, pasi që nuk përdoret shumë energji elektrike. Sezona jeme preferuar është pranvera. Në vjesht, ku koha është jo shumë e ftohtë apo edhe jo shumë vap. Pranvera për shkak se temperaturat janë mesatare dhe nuk ka nevojë as për ngrohje as për ftohje. Kemi përdorur llamba të latë, kemi fikur pajisjet të cilat harxojnë rrymë elektrike. Masat që kemi marrë për me ulë faturat e energjisë elektrike, ka qenë një prej tyre izolimi i shtëpisë, ndrimi i dritareve, është një matë shumë e vogël cilën e kemi bërë si shtëpi, po që mendoj që ka ndikim, është ndërrimi i dritave ose poçave elektrik me drita të cilat janë me senzore të cilët ndizën kur ne kalojmë andej, e fiken pasi që nuk jemi të pranishëm në dhomë ose kudo që janë të vendosuna. Mundona me gatu vakte që janë të shpejta, që nuk marrin shumë kohë dhe shumë përdorim të energjisë elektrike. Me ndalë dritat se cilën dhomë që nuk e përdore dhe nëse jam jashtë shtëpisë, me i fik të gjitha dritat. Largimin e pajisjeve gjatë natës ose kur dalem, si dhe fikjen e poçave elektrike. Izolimin që të mos shkojë dëm nxehtësia, përdorimi i pajisjeve më efikase. Nuk kam shumë shpresë. Shpresa e parë është që të kemi më shumë mundësi të burimeve të energjisë ripetshme. Unë mendoj që po gjithmonë duhet me pas parasysh që Kosova është e varfër me energji elektrike. Patjetër, ka muj kur ose mu ose një shoku, shoqe si vje fatura shumë e lartë dhe nuk e kanë idenë se si kanë ardhur aty. Po patjetër, në fakt, fal praktikave që i shkëmbejmë me miqt, po edhe me familjarë, më ka ndihmu që menaxhu më mirë këtë pjesën e kursimit të energjisë elektrike. Po, edhe pse kohët e fundit kemi filluar me diskutu faturat e energjisë elektrike në të gjitha stinët, më përpara ka qenë më e pranishme diskutimi për faturat e energjisë elektrike gjatë muajve të dimrit për shkak të përdorimit të energjisë për ngrohje, ndërsa tash me masat që janë marrë prej Qeverisë së Republikës së Kosovës për kondicioner ose klima që është bërë subvencionimi i tyre, ka filluar që çmimet e faturat e energjisë elektrike me u rritë gjatë muajve të verës.